Qeveria Rama 3 ka deklaruar se do të bëjë reformën e pensionit, pra do të nxjerrë një ligj të ri për pensionet, e cila rezultovi e dështuar, sepse që nga gushti i vitit 2024 dhe në vazhdim, nuk u pa në horizont asnjë lloj reforme. Pra edhe teorikisht, edhe praktikisht nuk ka ndodhur asgjë me ndryshimin e ligjit. Çfarë janë këto të pretenduara sipas parashikimeve të Shqipëria të viteve 2030? Ka parashikuar që të japet ca bonuse në formën e kombesimeve, kështu të paktën pretendohet nga qeveria, dhe me ligjin 828 u vërtetua që jo vetëm që nuk plotësovi interesat e qytetarëve, po i ndavi në dy pjesë pensionistë, në ata që përfitojnë diçka dhe ata që s'përfitojnë asgjë, sepse vuri një tavan, një kufizim, e cila përjashton mbi 40% e pensionistëve nga përfitimi i një mase shtesë në pension. Kjo nuk është rritje. Kjo është një tip kombesimi i shkallëzuar për ata që përfitojnë. Për pjesën tjetër, kjo nuk ka vlerë fare se s'përfitojnë asgjë.